Një 16 vjeçar nga fshati Dobërdoll dje ka pësuar me një të shpuar me thik në barkë si pasojë një zënke në mes të dy grupeve. Ngjarja ka ndodhur në rrugën përballë qendrës për kulturë në Gostivar, ndërsa në zënk kanë marrë pjesë dy grupe me nga 2 persona nga Senakosi, Dobërdolli dhe Toplica. Arsyet e kësaj zënke nuk janë bërë të ditura nga ana e policisë, por të gjithë të involvuarit janë kapur nga ana e tyre dhe pas bardhjes së rastit, fajtorët do të përballen me procedura adekuate penale. Ndërkaq, 16 vjeçari po trajtohet në klinikat e Shkupit. Rreth orës 19 në spitalin e Gostivarit është dërguar një 16 vjeçar nga fshati Dobërdoll me një plak në barkë të shkaktuar nga një mjet i fortë. Pas intervenimit mjekësor, i mituri me urgjencë është transferuar për në klinikat e Shkupit. Kësaj ngjarje i ka paraprir një konfrontim fizik që ka ndodhur në rrugën Vëllezërit Gjinovski përballë qendrës për kulturë në Gostivar. Zënka është zhvilluar në mes dy grupeve dhe në mes personave me iniciale EG 21 vjeç dhe TL 42 vjeç nga Toplica, ndërsa në grupin tjetër kanë qenë 17 vjeçari nga Senakosi dhe një 16 vjeçar nga Dobërdolli. Në këtë rrahje, të cilës i ka paraprir një konfrontim i ashpër verbal, TL e ka nxjerrë thikën dhe e ka shpuar 16 vjeçarin në pjesën e barkut, pas shka 2 personat më të mëdhej që kanë qenë në pjesën e zënkës kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Vetëm pak kohë më vonë, ata janë gjetur dhe kapur nga ana e policisë dhe janë marrë në pyetje në stacionin policor të Gostivarit. Në vendin e ngjarjes është kryer inspektim dhe organet kompetente po punojnë drejt zbardhjes së këtij rasti. Nga policia nuk kanë bërë të ditur motivin e kësaj rrahje me pasoja serioze, por pas përfundimit të hetimeve ndaj fajtorëve do të ngritet procedurë adekuate penale.